تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Të gjitha falendrimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit të gjithë krijesave, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, sunduesit të ditës së gjykimit, dhe të shojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, të vetmit pa ortak, dhe të shojmë se Muhamedi është robi I dërguarit I, dërgojmë salavat dhe selam mbi të mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe mbi gjithë ata që ja pasojnë dhe ndjekin deri ditën e fundit. E lutim Allahun e lartëmadhëruar që t'i shpërblej organizatorët e seminarit dhe gjithashtu e lutim Allahun që t'jetë e dobishme për gjithë për çfarë kanë folur dhe shpjeguar për ju. Vëllezër të nderuar, ligjërata jonë është rreth disa ajeteve të librit të Allahut, ku do të përmendim disa kuptime dhe shpjegime në të cilët gjallërohen zemrat dhe shpirtrat, pasurohen dhe tërheqohen mendjet me suksesin e Allahut të lartëmadhëruar. Libri I Allahut është libri që e zbriti ai tek ne, që ne ta studiojmë, t'i kuptojmë ajetet e tij madhështore, e të jetë mësim dhe edukim për ne. Thot I lartëmadhëruari afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. A nuk e meditojnë ata Kur'anin, sikur ai të ishte prej dikujt tjetër përveç Allahut, do të gjeni në të shumë kundërthënie. Dhe thot afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. A nuk e meditojnë ata Kur'anin, apo zemrat e tyre janë të kyçura? Domethënë, janë të mbyllura me sharr dhe nuk hynë në të hajër. Kështu që ne nuk na takon që ta lexojmë librin e Allahut dhe mos të kuptojmë se çfarë mësimesh dhe udhëzimesh kanë fjalët e tij, të cilat sikur të zbriznin maleve, ato do të shkundeshin dhe shkëmbim do të shembeshin nga pesha këtyre fjalëve që mbartin kuptime, mësime dhe udhëzime madhështore. Lexuesit e librit janë të shumtë, por kush është ai nga ne që e lexon Kur'anin me meditim dhe mësim e të ndigohet prej tij dhe të lërë zgjurmë në zemrën e tij ashtu siç u diguan brezi fisnik, brezi sahabëve, ku në zemrat e tyre lanë gjurmë të thella. Ata u ndriçuan nga unjohuritë e Kuranit, punuan dhe luftuan me kushtim të madh në rrugën e Allahut për përgjigjemin e fesë së tij. Ndikimi I Kuranit në zemrat e tyre ishte aq I fortë, saqë asnjë dashuri prej dashurive të kësaj bote, as dashuria e grave, as e pasurisë, as e banesave, as e familjes, as një dashuri tjetër nuk I pengoi ata të përhapnin mesazhin dhe njohuritë që përbante ky libër fisnik, pra Kurani. Ne me mundin tonë të pakët kemi përzgjedhur dhe përmbledhur disa komente të imamëve të Islamit rreth surës Fatiha dhe ajeteve të saj fisnike. Së pari, surja e parë e Kuranit është surja El Fatiha. Ajo është Umul Kur'an, baza e Kuranit. Dhe sebul methani, 7 të përsëritura, domethënë 7 ajetet që përsëriten vazhdimisht, të cilat ju dhanë të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam ku ishte në Mekë. Transmeton Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, me zinxhirin e tij nga Ebu Said el-Mualla radhiyallahu anhu, I cili ka thënë: po falja namazin, kur më thiri I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, por nuk ju përgjigja derisa përfundova namazin. Pastaj shkova tek ai dhe më tha: çfarë të pengoj të vije tek unë?
Unë i thashë dërguar Allahut, isha duke falur. Ai tha, a nuk ka thënë Allahu i lartësuar, ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarin kur ai ju thret juve në atë që ju jep jetë. Pastaj tha, لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. Do të mësoj ty surën më madhështore në Kur'an para se të dalësh nga xhamia. Ai më kapi dorën dhe kur deshi të dilte nga xhamia, unë i thash: O i dërguar Allah, ti më the se do të mësosh surën më madhështore në Kur'an. قال نعم الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين ajo është 7 ajetet që përsëriten vazhdimisht dhe Kurani madhështor që më është dhënë. Ajo është surja që u bë pjesë e namazit dhe u bë detyrë leximi i saj në të. Çdo namaz, qoftë fars apo nafile, nuk është i vlefshëm pa leximin e Fatihas në çdo rekat. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo namaz në të cilin nuk lexohet baza umul Kur'an, pra baza Kur'anit, ai namaz është khidaj. Thot Imam Ibn Uthaymini rahimullah, khidaj është thënë i prishur, siç i thuhet për hurmën. Është thënë si kuptim edhe i mangët, por më afër tek unë është i prishur, sepse hurma nuk hahet kur është e prishur që cilësohet khidaj. Prandaj leximi i Fatihas është me shtyllave të namazit. Këtë sure të cilën ne e përsërisim çdo ditë dhe natë, më shumë se 17 herë. Vetëm në farzën ne e përsërisim 17 herë. A kemi medituar ndonjëherë në kuptimin dhe domethënien e kësaj sure? Është për të çuditur në gjendjen tonë gjithë muslimanëve. Që ka shumë që e lexojmë këtë sure çdo ditë dhe natë, e nëse të do pyesnim se sa prej nesh ka njohuri në kuptimin dhe me domethënien e këtyre jetëve. Çfarë kuptimi ka fjala Allahut elhamdulillahi rabbil alamin? E çfarë kuptimi kanë ajetet e tjera deri në fund të kësaj sure? Pra sa prej nesh do të gjendeshin që kanë njohuri të mjaftueshme dhe të saktë në domethënien e kësaj sure. Sa njerëz të shumë, madje edhe nga ata që pretendojnë dituri, kanë mangësi shumë të mëdha, ndoshta dhe nuk kanë fare në kuptimin e saktë dhe në domethënien që ka kjo sure, e cila nuk vlen namazi pa leximin e saj në namaz, që namazi është shtylla e dytë e Islamit. Prandaj o vëllezër, ne duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe kësaj sure, si nga ana e leximit të saktë, ashtu dhe domethënies dhe kuptimit të ajeteve të kësaj sure, e cila është një sure e madhe dhe më e madhja në Kur'anin Fisnik, në të cilën Allahu i lartësuar e ka filluar librin e tij. Lutim Allahun e lartëmadhëruar të na bëjë dobi me një pjesë të dijes që na kanë lënë trashëgim dietarët tanë të hershëm dhe të parët tanë të devotshëm, dituri e cila është transmetuar brez pas brezi nga imamët e diturisë dhe sunetit deri tek ne, nga domethëniet e shumta që përban kjo sure. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Thot Imam Ibn Kathir rahimullah në tafsirin e tij, Fatihatul Kitab, hyrja e librit. Pra Fatihatul Kitab e ka kuptimin hyrja e librit. Ajo quhet El-Fatiha.
do me thënë hyrja e librit në shkrim dhe me të hapet fillon edhe namaz. Gjithashtu si pas shumicës së dietarëve, ajo quhet dhe Umul Kitab, baza e librit. Si pas mendimit të xhumhurit të shumicës së dietarëve, e ka dhe emrin baza e librit Umul Kitab. Ka thënë xhumhurit, sepse ka dietar që thonë që nuk është mirë të quhet Umul Kitab, për arsye se Umul Kitab është Lahul Mahfuz. Gjithashtu, është vërtetuar në hadithin e saktë tek Tirmidhiu, i cili edhe e ka saktësuar atë nga Abu Huraira, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Elhamdulillahi është Ummul Kur'an, baza e Kur'anit, dhe Ummul Kitab, baza e librit, dhe Sabul Mathani, 7 ajetet e përsëritura dhe Kur'ani madhërisht. Bazë të hadithit argumentojmë se quhet edhe Ummul Kitab. Ajo quhet gjithashtu dhe Elhamd, falënderimi, dhe as-salat, namazi, për shkak të fjalës së tij sallallahu alaihi wasallam, i cili e transmeton nga Zoti i tij në hadithin kutsi, ku ka thënë Allahu: e kam darë namazin mes meje dhe robit tim në 2 gjysma. Dhe kur thotë robi im elhamdulillahi, thotë Allahu: më lavdroi robi im. Prandaj ajo quhet namaz, sepse ajo është kusht për vlefshmërinë e namazit. Ajo quhet gjithashtu dhe esh-shifa, shërimi, për shkak të asaj që është transmetuar nga Ad-Darimi dhe Abu Saidi, duke e ngritur atë marfu, e duke e ngritur do të thonë që ka thënë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, Fatihaja e librit është shërim për çdo hel. Gjithashtu quhet dhe rukje, për shkak të hadithit të Abu Saidit në Sahih, kur ai këndoi me të ndaj një burri që u shërua nga pickimi apo kafshimi i gjarrit. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha atij: e nga dieti se ajo është rukje. Sha'bi rahimahullah transmeton nga Ibn Abbasi se ai e ka emërtuar Esasul Kur'an, themelet e Kur'anit, dhe tha: themeli i saj është me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm mëshirues. Bismillahirrahmanirrahim. Sufjan ibn Uyayna e ka emërtuar atë El-Waqia, mbrojtësia, ndërsa Yahya ibn Abi Kathir e ka emërtuar atë El-Kafia, e mjaftueshmja, sepse ajo mjafton për gjithçka tjetër përveç saj, por se asgjë tjetër nuk mjafton pa të. Pra asgjë tjetër nuk e zëvendëson atë. Përfundoi fjala e tij. Thotë i lartësuari: fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Dhe kur të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtje te Allahu nga shejtani i mallkuar. Pra të përmendim edhe disa fjalë të ulemave rreth kësaj, sepse sa herë lexohet Kur'ani i madhëruar përmendet, duhet që ne themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pra është e pëlqyer të thuhet a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thot Imam Sa'di, Allahu e mëshiroft, nëse dëshiron të lexosh librin e Allahut, i cili është libri më fisnik dhe më i madh, e në të gjendet përmirësimi i zemrave dhe shumë dije, atëherë dije se shejtani është më interesuari për ta penguar robin kur ai nis një vepër të mirë. Rruga për të mbrojtur nga e keqja e tij është që ti drejtohesh Allahut dhe të kërkosh mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Kështu që lexuesi thot: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Duke e thënë këtë me zemër të mbështetur tek Allahu, duke medituar mbi kuptimin e saj, duke u përpjekur të largoj vezveset dhe mendimet e këqija të shejtanit, dhe duke u stulisur me besim dhe me mbështetje të plot tek Allahu i Lartëmadhëruar, që janë shkaqet më të fuqishme për të larguar shejtanin.
Imam Ibn Bazi, Allahu mëshiroft, ka thënë, sa i përket leximit të Kuranit, Allahu i lartësuar thotë, kur të lexosh Kuranin, kërkon mbrojtje te Allahu nga shejtani i mallkuar. Disa dietarë kanë thënë se kërkimi i mbrojtjes isti'adha bëhet pas leximit të Kuranit. Që njeriu të mos bjerë në vetpëlqim me një madhësi apo krenari për leximin e tij. Disa të tjerë kanë thënë se isti'adha bëhet si në fillim, ashtu edhe në fund. Por mendimi më i saktë, të cilin e kanë shumica e dietarëve, është se isti'adha bëhet në fillim të leximit, me qëllim që të largohet shejtani dhe të mos e pengojë njeriu nga leximi i Kuranit. Kuptimi i fjalës së Allahut, Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit, mëshiruesit. Thot Imam Ibn Xherir, rahimahullah, Allahu e lartësoi përmendjen e tij dhe i shejtëroi emrat e tij. Ai e mësoi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që t'i parapri përmendja e emrave të tij të bukur para të gjithë veprave të tij. Dhe ta filloi me to para çdo pune të rëndësishme. Këtë e bëri edukat për të gjithë krijesat e tij. Këtë e bëri edukat për të dhe mësim për të, si dhe një tradit për të gjithë krijesat e tij që ta ndjekin këtë shembull. Domethënë, çfarë do dhe veprimi për punëve të dobishme dhe të hajrit, thuhet Bismillah. Me këtë hapen fjalimet e tyre, letrat e tyre, shkrimet e tyre dhe nevojat e tyre. Derisa kjo u bë një tregues i mjaftueshëm për kuptimin e asaj që është lënë pa u shprehur në fjalën Bismillah. Sepse kuptimi i plot nënkupton një folje të fshehur. Domethënë, e filloi leximin kjo është e fshehur. Dhe themi direkt Bismillah. Dhe kuptimi është e filloi leximin me emrat e Allahut. Dhe për çdo veprim që ti vepron, është e fshehur folja që ti vepron. Dhe kur thua Bismillah, folja nënkuptohet në veprimin që ti vepron. Pa çdo lloj veprimi që ti vepron dhe thua Bismillah, ajo nënkuptohet tek kjo. Imam Es-Saadi, Allahu mëshiroft, ka thënë, domethënë, e filloi me çdo emër që i përket Allahut të lartësuar. Kjo sepse fjala emër, ism, këtu vjen në formën e njëjësit, gjë që përfshin të gjithë emrat e bukur të tij. Thot Imam Ibn Uthaymeen, Allahu mëshiroft, sa i përket kuptimit të fjalës kur thuhet Bismillah, ajo do të thotë me çdo emër për emrave të Allahut. E tham me çdo emër, sepse fjala emër është në njëjës e bashkangjitur me emrin e Allahut dhe në gjuhën arabe kjo tregon përgjithësim. Pra kur njeriu thot Bismillah, nuk ka për qëllim vetëm një emër të Allahut, por të gjithë emrat e tij të bukur. Kjo tregon madhështinë e kësaj fjale Bismillah. Ti ja fillon veprën duke kërkuar bereqet dhe ndihmë me gjithë emrat e Allahut të lartësuar. Shkronja bi me në fjalën Bismillah ka kuptimin e shoqërimit dhe të kërkimit të ndihmës shoqërimit për të fituar bereqetin e saj. Përfundoj fjalën. Meseleja a është Bismillah ajet apo pjesë e Fatihas. Imam Bagawi, Allahu mëshiroft, ka thënë, dietarët janë dakord se Fatihaja ka 7 ajete. Ajeti i parë, për ata që e llogarisin atë pjesë e Fatihas, domethënë e llogarisin Bismillah pjesë e Fatihas, ajeti i parë është Bismillahirrahmanirrahim. Dhe fillimi i ajetit të fundit është Siratal ladhina an'amta alejhim deri në fund. Siç e shikoni ju në mushaf. Kurse ai që nuk e llogarit atë pjesë të Fatihas, thotë se fillimi i saj është Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Dhe fillimi i ajetit të fundit është Ghayril maghdubi alejhim deri në fund. Dhe kushdo që nuk e konsideron atë Bismillahin pjesë të Fatihas, është argumentuar me argumentin
Dhe përmend zënxhirin e tij nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: jam falur pas Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Khattab dhe Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dhe asnjëri prej tyre nuk e lexonte Bismillahirrahmanirrahim me z kur fillonte namazin. Dhe kjo është e qartë se ata nuk e kanë konsideruar Bismillahirrahmanirrahim ajet të Fatihas, për ndryshe nuk do kishin përkëllim nga ajetet e tjera. Said ibn Jubairi ka thënë nga Ibn Abbasi se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e dinte përfundimin e një sureje derisa zbriste Bismillahirrahmanirrahim. Dhe nga Ibn Mesudi, i cili ka thënë: ne nuk e dini ndarjen mes dy sureve derisa zbriste Bismillahirrahmanirrahim. Përfundoi fjala e tij. Imam Ibn Uthaymin, Allahu mëshiroft, është përgjigjur pyetjes: a është Bismillah pjesë e surës Fatiha apo jo? Ka thënë: për këtë ka një mospajtim mes dietarëve. Disa prej tyre thonë ajo është ajet në Fatiha dhe lexohet me z në namazet me z. Gjithashtu mendojnë se namazi nuk është i vlefshëm dhe i saktë nëse nuk lexohet Bismillahirrahmanirrahim. Ndërsa të tjerë thonë ajo nuk është pjesë e Fatihas. Dhe ky mendim është më i saktë. Dhe argument për të është teksti i hadithit dhe konteksti i surës. Dhe argument nga teksti i hadithit ka ardhur në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: qala Allahu ta'ala qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي إلى آخر الحديث. Pra ka thënë Allahu i madhëruar e kam darë namazin mes meje dhe mes robit tim në dy pjesë, në dy gjysma. Kur thot robi Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu thot robi im më falenderoj. E kur ai thot Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu thot robi im më lavdëroj. E kur ai thot Maliki Yawmiddin, Allahu thot robi im më madhëroj. E kur ai thot Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu thot kjo është mes meje dhe robit tim në dy pjesë. E kur ai thot Ihdinas siratal mustaqim, e deri në fund surës, Allahu thot kjo është për robit tim dhe robit tim i takon ajo që kërkon. Thoshe ky hadith është një tekst i prerë që vërteton që Bismillahi nuk është pjesë e Fatihas, sepse ka filluar tek Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Argument nga konteksti: surja El-Fatiha përbohet nga 7 ajete, sipas dakordësimit të dietarëve, domethënë ittifaq. Nëse dëshiron të ndash këto 7 ajete, duke bazuar në hadithin e lartë përmendur, do të gjesh se mesi i saj është fjala e tij të lartësuar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. E cila është ajeti me të cilin Allahu tha e kam darë namazin mes meje dhe robit tim në dy gjysma. Dhe i bie para këtij ajeti janë 3 ajete dhe pas këtij ajeti janë dhe 3 tjera, dhe ky ajet është përgjys i pjesë për Allahun dhe i pjesë për robin, dhe i bie gjithë Fatihaja ndahet përgjys. Kjo sepse Elhamdulillahi Rabbil Alamin është një, Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yawmiddin 3. Të gjitha këto janë hak të drejta për Allahun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, që është ajeti i 4, që do të thotë se është saktësisht në mes. Kjo jetë është ndarë në 2 pjesë, një pjesë është drejt e Allahut, pra hak e Allahut, dhe një pjesë është drejt për robin. Pastaj Ihdina siratal mustaqim për robin, siratal ladhina an'amta alehim për robin, ghayril maghdubi alehim waladhdallin, gjithashtu për robin. Gjithashtu, nga ana e kontekstit të fjalëve, nëse do themi që Bismillahi është ajet, atëherë ajeti 7 do të ishte i gjatë sa 2 ajete. E nëse ne themi që nuk është pjesë e Fatihas, atëherë ajetet të gjitha janë të barabarta në kontekstin e
e fjale, të gjitha të shkurtra. Prandaj, mendimi I saktë, për të cilin nuk ka dyshim, është se Bismillahi nuk është pjesë e Fatihas, siç nuk është Bismillahi pjesë e sureve të tjera. Përfundoi fjala ti. Them, fjala e shehut, Bismillahi nuk është pjesë e sureve të tjera. Shehu këtu ka për qëllim nuk është pjesë e asnjë sure në fillim. Pra Bismillahirrahmanirrahim është ndarë nga sura. Por Bismillahi është pjesë e ajetin në surën An-Naml, ku thotë I lartësuari innahu min Sulejmana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Pra shehu nuk ka për qëllim mohoj këtë. Por shehu ka për qëllim mohoj që Bismillahirrahmanirrahim nuk është pjesë e asnjë sure në fillim. Tefsiri I ajetit Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Të gjitha falënderimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Thot Imam Ibn Jarir në tefsirin e tij, ka thënë te fjala e Allahut Elhamdulillah, Elhamd është e shukru lillah. Falënderimi të dhënë vetëm Allahut të lartëmadhëruarit dhe askujt tjetër prej atyre që adhurohen në vend të tij apo krijesave të tij. Ky falënderim është për mirësinë që ai u ka dhuruar robërve të tij. Mirësi të cilat nuk mund të numërohen nga askush posti dhe askush nuk mund t'i arrijë dhe t'i përvetësojë mirësitë e tij posti. Këto mirësi përfshin përsosjen e mjeteve për t'ju bindur Allahut, mundësimin e zhventyrave të njerëzve për të kryer ata detyrat e tij, bashkë me furnizimin e gjërave që u ka dhënë në jetën e kësaj bote, ushqimin me të cilët I ka ushqyer nga të mirat e jetesës, pa pasur ata ndonjë merit paraprake. Si edhe për atë që I ka udhëzuar dhe thirrur drejt shkaqeve që të çojnë në qëndrimin e përhershëm në xhenetin e përjetshëm. Pra Zotit tonë I takon falënderimi për të gjitha këto nga fillimi deri në fund pa ndërprerje. E ka komentuar Elhamd me eshukru lillah. Dhe në përputhje me atë që përmendëm, nga komenti I fjalës së Zotit tonë ka ardhur edhe transmetimin nga Ibn Abbasi e të tjerë, dhe përmend transmetimin e tij me zinxhir nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, I cili ka thënë, Gjibrili I ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi ma kul ya Muhammad alhamdulillah. Ka thënë Ibn Abbasi, është e shukru. Falënderimi për Allah, për urësia ndaj Allahut, si dhe pranimi I mirësive të tij, udhëzimit të tij, fillimi I çdo gjëje nga ai dhe prej tij e të tjera. Imam Es-Saadi, Allahu mëshiroft, thot, alhamdulillah, është al-thanau ala Allah. Lavdërimi I Allahut me cilësitë e tij të përsosmërisë dhe me veprat e tij që sillen mes mirësisë dhe drejtësisë. Kështu që atij I takon lavdërimi I plot nga të gjitha aspektet. Thot Imam El-Baghawi, Allahu mëshiroft, ai po njofton se ai që e meriton hamdin është vetëm Allahu I lartësuar. Në këtë ka edhe mësim për robërit që të thonë Elhamdulillah. Elhamd vjen me kuptimin e falënderimit, të shukrit, për mirësitë e begatit, por vjen edhe me kuptimin e thana, lavdërim, për cilësitë dhe veçoritë e lavdëruara. Imam Ibn Kathir, Allahu mëshiroft, thot, transmeton Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibn Majah, në hadithin që transmetohet nga Musa ibn Ibrahim ibn Kathir, nga Talha ibn Khiraj, nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, I cili ka thënë I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, afdalu dhikri la ilaha illa Allah wa afdalu dua alhamdulillah. Dhikri më I mirë është la ilaha illa Allah dhe duaja më e mirë është alhamdulillah. Pastaj thot, nyja el
përfshin në mënyrë të plotë të gjitha llojet dhe format e lavdërimit, të cilat i takojnë vetëm Allahut të lartësuar dhe askujt tjetër. Imam Ibn Xherir ka thënë, sa i përket tefsirit të fjalës së Allahut të lartësuar Allah, kuptimi i saj është në atë që na është transmetuar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Thot, ai është ai të cilin e besojnë për ilah, për hyjni, çdo gjë, dhe atë e adhuron çdo krijesë. Dhe përmend më pas transmetimin e tij me zenxhirin nga Abdullah ibn Abbasi, i cili ka thënë, Allahu dhul uluhiyya wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allahu është ai që zotëron hyjnin dhe ubudien, të dyja në kuptimin të drejtën për të adhuruar mbi të gjithë krijesat e tij. Thot Imam Sa'di rahimahullah, Allah huwa al-ma'lub al-ma'bud. Ai është hyjnia, i adhuruari që e meriton të veçohet me adhurim. Sepse ai ka të gjitha cilësitë e hyjnisë e të adhuruarit që janë cilësitë e përsosmërisë. Fjalët e lartësuarit Rabbil Alamin, thot Imam Ibn Kathir rahimahullah, والرب هو المالك المتصرف. Fjala ar-Rabb do të thotë mbreti sudimtari. El-Mutasarrif, administruesi, drejtuesi. Në përdorimin gjuhësor, fjala ar-Rabb përdoret edhe për zotërinë e Sejid, ai i cili ka pushtet ose ndërrohet nga të tjerë, si dhe për atë që kujdeset për rregullimin dhe përmirësimin e çështjeve. Të gjitha këto kuptime që i folëm janë të sakta edhe kur flitet për Allahun e lartësuar. Fjala Rabb në mënyrë të pavarur nuk përdoret për dikë tjetër përveç Allahut, por vetëm kur lidhet me një përcaktor, qoftë emër ose për emër, si për shembull Rabbud Dar, Zoti i shtëpisë. Domethënë kështu përdoret. Ndërsa ar-Rabb, Zoti, në mënyrë të pavarur, nuk përdoret vetëm se për Allahun e madhëruar. El-Alamin është shumë si fjalës alem, botë. Me të nënkuptohet çdo krijesë që ekziston përveç Allahut të madhëruar. Fjala alem nuk ka njëjës nga njëjta formë gjuhësore, ndërsa el-Alamin kuptimi përfshin të gjitha llojet e krijesave në qiell dhe në tokë, në tokë dhe në det, dhe çdo gjenerat dhe brez quhet gjithashtu alem. Ka transmetuar Bishr ibn Umara me zenxhirin e tij te Ibn Abbasi lidhur me fjalën e Allahut Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ka thënë, falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili është krijuesi i të gjithë krijesave, i qiellit dhe i tokës, gjithçka që ndodhet mes tyre, asaj që ne e dimë dhe asaj që ne nuk e dimë. Përfundoj. Thot Imam Sa'di, Allahu mëshiroft, Rabbil Alamin, pra kuptimi, ar-Rabb është ai që kujdeset për gjitha krijesat. Dhe ato krijesat janë çdo gjë përveç Allahut. Por kujdesi i tij është duke i krijuar, duke u përgatitur atyre mjetet e nevojshme dhe duke u dhënë atyre begati të mëdha. Që nëse do t'ju mungonin ato begati, nuk do të mund të jetonin, dhe çdo mirësi që kanë është nga Allahu i lartëmadhëruar. Edukimi dhe përkujdesja Allahut ndaj krijesave të tij është në dy llojesh, e përgjithshme dhe e veçantë. E përgjithshme, ai i krijon krijesat, u jep furnizim dhe ju zon drejt asaj që u sjell dobi në jetën e kësaj bote. Kjo është e përgjithshme. E veçantë është përkujdesja e tij për euliat e tij. Ai kujdeset për imanin e tyre, u jep sukses, i plotson dhe u largon pengesat që i ndajnë nga ai, ose u largon pengesat që i ndalojnë nga rrugtimi tek ai.
Thelbi i kësaj përkujdesje është dhënia e suksesit për çdo të mirë dhe mbrojtja nga çdo e keqe. Ndoshta ky është sekreti pse shumica e lutjeve të pejgamberëve fillojnë me emrin Ar-Rabb, sepse të gjitha kërkesat e tyre janë nën kujdesin e tij të veçantë. Prandaj fjala e Allahut Rabbul Alamin tregon se vetëm ai është krijuesi, sunduesi i gjithësisë dhe dhuruesi i mirësive, se ai është i vetmi i përsosur në pushtetin dhe pavarësinë e tij, ndërsa të gjithë krijesat janë të varfra dhe plotësisht të varura për tij çdo aspekt. Tefsiri i ajetit Ar-Rahman Ar-Rahim. Thot Imam al-Baghawi, Allahu mëshiroft, fjala e lartësuarit Ar-Rahman Ar-Rahim, i gjithë mëshirshëm mëshiruesi, Ibn Abbasi radiallahu anhuma ka thënë, ata janë dy emra që tregojnë butësi, ku njëri prej tyre tregon më butësi se sa tjetri. Dietarët kanë pasur mendime të ndryshme të dy emrat e Allahut. A kanë të njëjtin kuptim apo ka dallim në kuptimin e tyre? Thotë, disa kanë thënë se ata kanë të njëjtin kuptim dhe kuptimi i të dyve është posedimi i mëshirës. Dhe përmendja e njërit pas tjetrit vjen për përforcim për të shqetësuar zemrat e atyre që shpresojnë në mëshirën e tij. Dhe disa të tjerë i kanë dalluar mes tyre, mes të përgjithshmes dhe të veçantës, duke thënë se Ar-Rahman ka kuptimin e një përgjithësimi për të gjithë, ndërsa Ar-Rahim ka kuptim të veçantë. Ar-Rahman do të thotë furnizuesi në këtë botë, dhe kjo vlen në mënyrë të përgjithshme për të gjithë krijesat. Ar-Rahim do të thotë ai që fal dhe shpëton në botën tjetër, dhe kjo vlen në mënyrë të veçantë vetëm për besimtarët. Prandaj thuhet në lutje, ja Rahman ad-dunya o Rahim al-akhirah. O Rahman i kësaj bote dhe Rahim i botës tjetër. Ar-Rahman është ai, mëshira të cilit arrin tek të gjithë krijesat në përgjithësi. Ar-Rahim është ai, mëshira të cilit arrin të njerëzit e veçantë, tek besimtarët. Për këtë arsye, dikush tjetër përveç Allahut mund të quhet Rahim, por askush tjetër përveç Allahut nuk mund të quhet Rahman. Ar-Rahman është i përgjithshëm në kuptim, i veçantë si emër. Ar-Rahim është i përgjithshëm si emër, por i veçantë në kuptim. Ar-Rahma, mëshira, është vullneti i Allahut të lartësuar për të bërë mirë atyre që e meritojnë atë. Por gjithashtu është thënë se ajo do të thotë mosdënimi atij që e meriton dënimin dhe dhënia e mirësive atij që nuk e meriton. Te e para, Ar-Rahman. Mëshira është cilësi vetore, si vetudhat. Te e dyta, Ar-Rahim është cilësi vepruese, si vetufjali. Përfundoi fjala e tij. Thot Imam Ibn Uthaymin, Allahu mëshiroft, tek koment tek tefsiri Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman është cilësi e emrit të lartëmadhëruarit. Ar-Rahim është cilësi tjetër e tij. Ar-Rahman është ai që ka mëshirë të gjerë. Ar-Rahim është ai që ka mëshirë të vazhdueshme. Ar-Rahman është cilësia e tij. Ar-Rahim është veprimi i tij. Sikur të përmendej vetëm Ar-Rahman ose vetëm Ar-Rahim, do të përfshinte cilësinë dhe veprimin, domethënë përfshihen të dyja. Pra, kur janë bashkë ndahen në kuptim dhe kur veçohen në përtekste përfshin të dyja kuptime. Përfundoi fjala e tij. Thot Imam Saadi, këta janë dy emra që argumentojnë se ai i lartësuari është poseduesi i mëshirës së gjerë dhe mëdhështore, e cila përfshin çdo gjë dhe çdo krijesë të gjallë. Dhe u caktoi atë njerëzve të devotshëm, ata që ndjekin pejgamberët dhe të dërguarit e tij.
Ato janë përfituesit e mëshirës së plot, ndërsa të tjerët kanë pjesë të saj. Dije se një nga parimet mbi të cilat janë pajtuar selefët e umetit dhe imamët është imani në emrat e Allahut, cilësitë e tij dhe rregullat e cilësive që lidhen me ta. Për shembull, ata besojnë se Allahu është Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, zotërues, posëdues i mëshirës, i cilësuar me mëshirë, e cila lej gjurmë tek i mëshiruari. Të gjitha mirësitë dhe begatit janë gjurmë me mëshirës së tij. E kështu me edhe të emrat e tjerë të Allahut të madhëruar. Përfundoi fjalët. Komenti i ajetit Maliki Yawmiddin, sunduesi, mbreti i ditës së gjykimit, domethënë i ditës së shpërblimit. Thot Imam Ibn Kathir rahimahullah, disa kurra, pra imamlar, e kanë lexuar Maliki Yawmiddin pas gjatë, ndërsa të tjerë e kanë lexuar Maliki Yawmiddin. Të dyja leximet janë të sakta dhe të transmetuara në mënyrë mutawatir në 7 lexime. Imam As-Sa'di në komedin e ajetit thotë: El-Malik, sunduesi, mbreti. Ai është ai që përshkruhet me cilësinë e sundimit. Kur nga gjurmët e kësaj cilësie është se ai urdhëron dhe ndalon, shpërblen dhe ndëshkon. Ai drejton krijesat e tij me të gjitha llojet e sundimit absolut. Dhe e lidhin mbretërinë sundimin e tij me Yawmiddin, e cila është dita e gjykimit, dita kur njerëzit do të shpërblehen ose ndëshkohen sipas veprave të tyre të mira apo të këqija. Sepse atëherë do të shfaqet plotësisht për të gjithë krijesat madhështia e sundimit absolut të Allahut, drejtësia e përsosur dhe urtësia e plotë e tij. Dhe atë ditë do të zhduket çdo pretendim për pushtet nga krijesat. Saqë do të barazohen sundimtarët dhe njerëzit e thjeshtë, të lirët dhe sklevërit e gjithë krijesat. Do të jenë të gjithë të nënshtruar para madhështisë dhe fuqisë së tij, duke pritur gjykimin e tij, duke shpresuar në shpërblimin e tij dhe duke pasur frikë nga dënimi i tij. Prandaj e veçoi në këtë ajet me përmendjen e Allahu është sunduesi i ditës së gjykimit dhe gjithë ditëve të tjera. Komenti i fjalës së Allahut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Thot Imam Ibn Kathir rahimahullah, el-ibada, adhurimi, në gjuhë në kuptimin gjuhësor do thot nështrim dhe përulësi. Thuhet tarikun muabbet dhe ba'irun muabbet, dhe më thonë rrugë apo deve e rahur, dhe më thonë mudhellelun, e përullun, ose e shtruar. Dërsa në shariat, adhurimi është një emër që përmbledh dashurinë e plot, përulësinë edhe frikën. Fjala iyyaka, vetëm ty, është vendosur përpara foljes na'budu dhe është përsëritur për të shprehur rëndësi, kufizimin dhe veçimin. Do me thonë, vetëm ty të adhurojmë dhe askën tjetër, dhe vetëm tek ti mbështetemi dhe tek askush tjetër. E gjithë feja kthehet në të dy kuptime. Prandaj, disa nga selefët kanë thënë, surja Al-Fatiha është sekreti i Koranit, ndërsa sekreti i saj është kjo fjalë, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pjesa e parë, vetëm ty të adhurojmë, është distancim nga shirku. Pjesa e dytë, vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, është distancim nga mbështetja në fuqinë dhe mundësinë e vetes, duke ia dorëzuar çështjen vetëm Allahut të madhëruar dhe askujt tjetër. Dhe kjo është përsosmëria e bindjes ndaj Allahut. Ky kuptim gjendet edhe në ajetet e tjera. Pra tauhidi i lidhur me mbështetjen ndaj Allahut azza wa jall, kërkimit të ndihmës. Thotë i lartë madhëruari, kul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Thuaj ai është i gjithë mëshirshëm, i kemi besuar atij dhe vetëm tek ai mbështetemi.
Dhe thot Rabbul Mashriqi wal Maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Zoti i lindjes dhe i perëndimit nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij. Merre ata për mbrojtës. Po kështu edhe ajeti thjesht iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Për vetëm ty të adhurojmë, është sinqeriteti në tauhid, në adhurimin ndaj tij dhe largimi nga shirku, dhe vetëm për teje kërkojmë ndihmë, mbështetje tek ai dhe kërkimi i ndihmës, pra sinqeriteti në mbështetje ndaj tij dhe ndaj askujt tjetër. Thot, vazhdon të thënia e tij, dhe më pas mënyra të folurit kalon nga forma e tretë në formën e drejtë për drejtë. Forma e tretë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, pastaj në formën e drejtë për drejtë, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kjo është shumë e përshtatshme, sepse pasi robi lavdëron Allahun, ai sikur më pas i afrohet para tij dhe i drejtohet drejt për drejt, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për teje kërkojmë ndihmë. Në këtë ka argument se fillimi i surës Fatiha përmban lavdrim ndaj Allahut me emrat e tij dhe cilësitë e tij të bukura, si dhe udhëzim për robërit që ta lavdrojnë në këtë mënyrë. Përfundoi fjala e tij. Thot Imam Sa'di në komentin e ajetit, do me thënë, të veçojmë vetëm ty me adhurim dhe kërkim ndihme. Vendosja e fjalës iyyaka vetëm ty, përpara foljes na'budu, shprekufizim dhe përjashtim të çdo tjetri. Pra kuptimi është të adhurojmë vetëm ty dhe askund tjetër, ndihmë kërkojmë vetëm prej teje dhe prej askujt tjetër. Vendosja e adhurimit para kërkimit të ndihmës është nga rregulli i përmendjes së përgjithshme para të veçantës, dhe për të treguar rëndësinë e së drejtës së Allahut para robëve. Pra haku i Allahut është përpara hakut të njerëzve. Adhurimi është një emër që përfshin çdo vepër dhe fjalë të dukshme apo të fshehtë që Allahu e do dhe është i kënaqur me ta. Kjo është përkufizimi i fjalës el-ibada. Adhurimi është emër që përfshin çdo vepër dhe fjalë të dukshme apo të fshehtë që Allahu e do dhe e pëlqen ato. Kërkimi i ndihmës isti'ana do të thotë mbështetje tek Allahu për të arritur dobit dhe për të larguar dëmet, duke pasur besim të plotë tek ai në realizimin e saj. Kryerja e adhurimit ndaj Allahut dhe kërkimi i ndihmës prej tij janë mjeti për të arritur lumturinë e përjetshme dhe shpëtimin nga çdo e keqe. Nuk ka rrugë drejt shpëtimit veçse duke i zbatuar këto dy gjëra. Adhurimin, pra me sinqeritet ndaj Allahut të lartëmadhëruar dhe mbështetja tek ai. Dhe ibadeti konsiderohet ibadet vetëm nëse është marrë nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe me të synohet fytyra e Allahut. Këto janë dy kushtet që e bëjnë një vepër adhurim: ikhlasi dhe përputhje me sunet. Përmendja e kërkimit të ndihmës pas adhurimit tregon se robi ka nevojë për ndihmën e Allahut në të gjitha adhurimet e tij, sepse nëse Allahu nuk e ndihmon, ai nuk do të arrijë të kryejë atë që Allahu kërkon prej tij, zbatimin e urdhrave dhe shmangjjen e ndalesave. Thot Imam Ibn Taymija në Majmu' al-Fatawa, fjala Allahut iyyaka na'budu është treguar se ai duhet të adhurohet sipas asaj që e kërkon uluhia e tij, me dashuri, frikë, shpresë, bindje ndaj urdhrave të tij dhe largim ndaj ndalesave të tij. Ndërsa fjala wa iyyaka nasta'in është treguesi i asaj që e kërkon rububia e tij, nga tawakkuli, tafwidi dhe teslimi. Pra dorëzimi i plot dhe lërja e çështjeve në dorë të Allahut. Pjesa e parë iyyaka na'budu përfshin sinqeritetin e adhurimit vetëm për Allahun, ndërsa pjesa e dytë wa iyyaka nasta'in përfshin sinqeritetin në kërkimin e ndihmës vetëm prej tij. Përfundoi fjala e tij. Këto dy parime, pra sinqeriteti ndaj Allahut në adhurim dhe kërkimi i ndihmës,
janë përmbledhja e gjithë fesë. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thot Imam Ibnul Qayyim në Madarij as-Salikin, sekreti i krijimit dhe i urdhrit, i librave të zbritur dhe i ligjeve, pra i gjithë shariatave, si dhe i shpërblimit dhe i dëshkimit, përmblidhet në këto dy fjalë, mbi to sillet i gjithë adhurimi dhe tauhidi. Madje është thënë, Allahu u zbriti 104 libra. Kuptimet e tyre i përmbledhin në Taurat, Injil dhe Kur'an. Kuptimet e këtyre 3 librave i përmbledhi vetëm në Kur'an. Dhe kuptimet e Kur'anit i përmbledhin në suret e shkurtra El-Mufassal. Dhe kuptimet e tyre sureve të shkurtra El-Mufassal i përmbledhin në surën El-Fatiha. Dhe kuptimet e surës Fatiha i përmbledhin vetëm në një ajet, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Këto dy fjalë janë të ndara për gjysmë mes Zotit dhe robit të tij. Gjysma i takon Allahut të lartësuar, ajo është vetëm ty të adhurojmë, ndërsa gjysma tjetër i takon robit të tij, ajo është vetëm për teje kërkojmë ndihmë. Përfundoi fjala e tij, thot gjithashtu thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, meditova mbi lutjen më të dobishme dhe parë se ajo është kërkimi i ndihmës nga Allahu për të arritur kënaqësinë e tij. Pastaj e gjeta këtë në surën El-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gjithashtu thot, pra Ibn Taymija, dhe të gjithë të dërguarit kanë thirrur te kuptimi i fjalëve Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Të gjithë ata thirrën në tauhid dhe në sinqeritetin e adhurimit të tij nga i pari deri te i fundit. Nuh alayhis salam i tha popullit të tij: "U'budullaha ma lakum min ilahin ghayr." Adhuroni vetëm Allahun, ju nuk keni të adhuruar tjetër përveç tij. Kështu ka thënë edhe Hudi, Saliu, Shuaibi, Ibrahimi alayhimus salam rëgjit. Dhe thotë i lartësuari, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne kemi dërguar në çdo popull të dërguar, që ka thënë, adhuroni vetëm Allahun dhe largojuni tagutit, pra shirkun. Po ashtu i lartësuari thotë, wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ne nuk kemi dërguar para teje asnjë të dërguar, veçse i kemi shpallur, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç meje. Prandaj vetëm mua më veçoni me adhurim. Dhe ka thënë, ja ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fattaqun. O ju të dërguar, hani nga të mirat dhe bëni vepra të mira. Prandaj unë di gjithçka që ju veproni. Dhe vërtet kjo feja juaj është një fe vetme, ndërsa unë jam Zoti juaj, i adhuruar juaj, vetëm mua më keni frikë. Përfundoi fjala e tij rahimahullah. Komenti i fjalës së Allahut ihdinas siratal mustaqim. Udhëzona në rrugën e drejtë. Thot Imam al-Baghawi, ihdina dhe me thonë ershidna, udhëzona në rrugën e drejtë. Ka thënë Ali dhe Ubej ibn Ka'b radhiyallahu anhuma, dhe me thonë thabbitna, forcona. Dhe kjo lutje nga ana e besimtarëve, edhe pse ata janë në udhëzim, ka kuptimin e kërkimit të qëndrueshmërisë në udhëzim dhe të kërkimit për shtim të udhëzimit. As-sirat është lexuar me sad, me sin dhe zaj. Të gjitha janë gjuhë të sakta dhe shumica dietarëve kanë zgjedhur sadin në përputhje me mushafin. Sirata, sira me sin dhe sira me zaj. Të gjitha janë lexime të sakta, por dhe shumica e lexuesve, e imamlarëve kanë lexuar sadin, sa ajo përputhet me shkrimin e mushafit.
rrugës së drejtë, as-siratul mustaqim. Ibn Abbasi dhe Xhabir radhiyallahu anhuma kanë thënë, ajo është Islami. Ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thënë, ajo është Kur'ani. Gjithashtu është transmetuar nga Aliu radhiyallahu anhu në një hadith të ngritur, pra marfu, ka thënë rruga e drejtë është libri i Allahut. Said ibn Jubair ka thënë, ajo është rruga për në xhenet. Sahel ibn Abdullah ka thënë, ajo është rruga e sunetit dhe e xhamatit. Ebu Bekr ibn Abdullah al-Muzani ka thënë, ajo është rruga e të dërguarit të Allahut. Ebu al-Aliya dhe Hasani kanë thënë, ajo është i dërguari i Allahut, familja e tij dhe dy shokët e tij, Ebu Bekr dhe Umar. Në gjuhën arabe, kuptimi bazë i fjalës sirat është tariqul wadih, rrugë e qartë. Themi dhe të gjitha këto që ka përmendur Imam Baghawi, të transmetuar nga sahabët dhe nga imamët, i kupton tefsiri i fjalës siratul mustaqim. Thot Imam Sa'di, do me thënë në udhëzo dhe në përforco në rrugën e drejtë, e cila është rruga e qartë që të çon tek Allahu dhe xheneti i tij. Ajo është njohja e së vërtetës dhe veprimi sipas saj. Në udhëzo te rruga e drejtë dhe në udhëzo në rrugën e drejtë. Udhëzimi te rruga e drejtë është përkushtimi i vazhdueshëm në fenë islame dhe praktikësia çdo feje tjetër. Udhëzimi në rrugën e drejtë përfshin udhëzimin në të gjitha hollësitë e fesë, si në dije ashtu dhe në vepra. Kjo lutje është ndër lutjet më gjithëpërfshirëse dhe më të dobishme për robin. Prandaj njeriu e ka detyrë ta lutë Allahun me këtë lutje në çdo rekat të namazit të tij, për shkak të demosdoshmërisë së madhe që ka për ta. Përfundoi fjalat. Thot Imam Ibn Xherir, dhe nën kuptohet, o Allah, vetëm ty të adhurojmë, vetëm ty pa të shoqëruar askënd, të sinqert ndaj teje në adhurim, pa të shoqëruar ty hyjnin e të adhuruar të tjerë. Na ndihmo të të adhurojmë, na jep sukses siç ke udhëzuar në rrugën e atyre të cilëve u ke dhënë mirësi, si pejgamberët e tu dhe njerëzit e bidës ndaj teje të rrugës dhe të minhaxhit. Përfundoi. Thot Imam Ibn Kathir, pasi lavdrimi i parapriu kërkuesit të baraka ve taala, përshtatet që më pas të vi kërkesa, lutja. Ihdina siratal mustaqim. Ashtu siç ka thënë Allahu në hadithin qudsi, gjysma e saj është për mua, gjysma tjetër është për robin tim, dhe robit tim i takon ai që kërkon. Dhe kjo mënyrë është gjendja më e plotë e lutësit, që ta lavdëroj kërkuesin e tij, do të thënë Allahun, pastaj t'ia parashtroj nevojën e tij dhe gjithashtu edhe nevojën e vëllezërve të tij me fjalën e tij ihdina, pra është në shumës. Sepse kjo është mënyra më e përshtatshme për të pranuar lutja dhe më afër marrjes së përgjigjes. Për këtë arsye Allahu i lartësuar e udhëzoi njeriu drejt saj, sepse është forma më e përsosur e lutjes. Intaha kalam. Përfundoi fjala e tij. Thot Ibn Xherir për ajetin ihdina siratal mustaqim, për kuptimin, thot kjo është e ngjashme me fjalët e Zotit ton të lartmadhëruar, ku thot: "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahdaynahum siratan mustaqima. Wa man yuti' Allaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين." Sikur ata të vepronin sipas asaj me të cilën këshillohen. Kjo do të ishte më mirë për ta dhe do t'i bënte ata të palëkundur. Atëherë ne do t'u jepnim atyre nga ana jon një shpërblim të madh. Dhe do t'i udhëzonim në rrugën e drejtë. Dhe kush i bindet Allahut dhe të dërguarit, ata do të jenë me ata që Allahu i ka begatuar, me pejgamberët, sidikët, dëshmorët dhe njerëzit e mirë.
Allahu urdhëroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe umetin e tij që t'i kërkojë Zotit të tyre udhëzim në rrugën e drejtë. Ky udhëzim është drejtimi në rrugën të cilën Allahu i lartësuar e ka përshkruar. Ajo është rruga e atyre që Allahu i ka cilësuar në librin e tij. Ai u ka premtuar se kush ecën në këtë rrugë dhe shndron i palëkundur në bindje ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, do të bashkojë me ta dhe në vëmendjimet e tyre. Dhe Allahu nuk e thyen kurrë premtimin e tij. Me këtë kuptim kanë ardhur edhe transmetime të tjera dhe përmend transmetimin e tij me zinxhir nga Ibn Abbasi për fjalën siratal ladhina an'amta alehim, ka thënë në rrugën e atyre të cilëve i ke begatuar me të mira, i ke begatuar me bindje dhe adhurim ndaj teje, prej melajkeve, pejgamberëve, sidikave, dëshmorëve dhe njerëzve të mirë, të cilët janë bindur dhe të kanë adhuruar. Pastaj komenti i fjalës ghayril maghdubi alehim waladdallin. Thot Ibn Kathir, kuptimi në udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që i ke begatuar me mirësitë e tua, të cilët u përshkruan dhe u përmendën më parë, të cilat janë njerëzit e udhëzimit, të qëndrueshmërisë në të vërtetën dhe ndaj bindjes ndaj Allahut dhe të dërguarve të tij. Ata të cilët zbatojnë urdhrat e tij dhe largohen nga ndalesat dhe qortimet e tij, jo tek rruga e atyre mbi të cilët ka rënë zemrimi, të cilët kanë pasur synimin e prishur, e njohën të vërtetën dhe u larguan prej saj, dhe as te rruga e të humburve, të cilët nuk e gjetën diturinë, prandaj ende në humbje dhe nuk arrin të udhëzohen për tek e vërteta. Dhe është përforcuar fjala me pjesën sën la, jo, për të treguar se këto dy rrugë që ekzistojnë janë të prishura, që është rruga e hebrejve dhe rruga e krishterëve. Ka thënë Sheikhul Islam në Mejmu'ul Fatawa, Allahu mëshiroft, Allahu i lartësuar ka thënë ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alehim, deri në fund ajetit. Është vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë hebrejt janë ata mbi të cilët ka rënë zemërimi i Allahut, ndërsa krishterët janë ata të humburit. Dhe libri i Allahut dëshmon këtë në shumë vende. Pra me të njëjtin kuptim ka dhe ajetet të tjera. Fjala e të lartësuar kul hal unabbiukum bi sharrin min dhalik قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. Thuaj, aty u tregoj për ata që kanë shpërblimin më të keq tek Allahu. Janë ata që Allahu i ka mallkuar dhe mbi të cilët ka rënë zemrimi. Dhe fjala e tij faba'u bi ghadabin ala ghadab. Dhe ata merituan zemrim mbi zemrim. Dhe fjala e tij waba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alehim al-maskana. Dhe ata merituan zemrimin e Allahut mbi vete dhe mbi ta u caktua pushtërimi. Dhe ka thënë për krishterët, قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Thuaj, o i tharët e librit, mos e teproni në fenë tuaj duke dalë jashtë së vërtetës, dhe mos ndiqni dëshirat e një populli që ka humbur më parë, i humbur shumë të tjerë dhe humbur nga rruga e drejtë. Gjithashtu thot, Allahu i lartësuar na urdhëroi që në çdo namaz ta lutim atë. Ai na mësoi të kërkojmë udhëzim në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që ai ka begatuar prej pejgamberëve, sidikave, dëshmorëve dhe njerëzve të mirë, në kundërshtim me rrugën e atyre mbi të cilët ka rënë zemrimi i tij, dhe as në ta atyre që kanë humbur. Kjo tregon se besimtari duhet të ketë frikë se mos devijon në njërin prej këtyre dy rrugëve. Dhe kjo ka ndodhur siç ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku tha, ju me siguri do t'i ndiqni rrugët e atyre që ishin para jush, hap pas hapi,
Ai sa edhe sikur të hynin në vrimën e një ardhuce, do të hynit edhe ju pas tyre. Thanë sahabët, oj dërguari i Allahut, a i ke për qëllim hebrejt e krishterët? Ai tha, po për këtë tjetër. Dhe ky hadith është i saktë. Si shihet të devijimet e disa njerëzve të përkushtuar në adhurim, dhe të atyre që pretendojnë gjendje të veçantë shpirtërore, të cilët kanë rënë në teprimin ndaj pejgamberëve dhe njerëzve të mirë, dhe kanë shpikur adhurime që nuk janë të ligjëruar, kanë sajuar murgjërinë dhe janë lidhur pas figurave dhe zërave. Teprimi, el gulu në këtë ummet, ka ndodhur të dy grupe. Të grupi i shijave të devijuar, të cilët besojnë se pejgamberët dhe imamët e Ehli Bejtit kanë cilësi hyjnore. Dhe grupi i sufive të paditur, të cilët besojnë diçka të ngjashme për pejgamberët dhe njerëzit e mirë. Prandaj kushdo që beson se për pejgamberin ton, sallallahu alaihi wasallam, apo për ndonjë pejgamber tjetër, diçka tjetër nga cilësitë e hyjnis apo të rububies, ai i përngjan të krishterëve në këtë devijim. Dhe në këtë përgjigjen e Shadiliu ka thënë, pra Ibn Taymija, Sufjan ibn Uyeyne ka thënë, se levët thoshin, kush prishet prej dietarëve tanë, ai ka ngjashmëri me hebrejt, ndërsa kush prishet prej adhuruesve tanë, ai ka ngjashmëri me të krishterët. E kjo sepse hebrejt e njohën të vërtetën, por nuk vepruan sipas saj. Prandaj dietarit devijuar ka ngjashmëri me ta, ndërsa të krishterët e adhuruan Allahun pa dije, dhe prandaj adhuruesi i paditur ka ngjashmëri me ta. Thot Imam Ibn Uthejmini, Allahu mëshiroft, dhe kjo është rruga e drejtë në të cilën nuk ka shtrembërim. Allahu i lartësuar e ka sqaruar atë në këtë ajet, Siratal ladhina an'amta alehim ghayril maghdubi alehim waladdallin. Në këtë ajet Allahu i madhëruar i ka sqaruar se njerëzit ndahen në tri grupe. Ata që Allahu i ka begatuar, ata mbi të cilët ka rënë zemrimi i Allahut dhe të humburit. Kush janë të begatuarit dhe kush janë të zemëruarit dhe të humburit? Ata që Allahu i ka begatuar janë ata që kanë njohur të vërtetën dhe kanë vepruar sipas saj. Ndërsa ata mbi të cilët ka rënë zemrimi i Allahut janë ata që kanë njohur të vërtetën, por nuk e kanë vepruar. Kurse të humburit janë ata që kanë vepruar pa dije, janë ignorant, e duan të vërtetën dhe dëshirojnë adhurim, por janë të paditur dhe kanë adhuruar Allahun pa dije. Shiko si e ka përmendur Allahu së pari el maghdubi alehim, pastaj dalin. Sepse kundërshtimi i atyre i popullit të zemëruar ndaj rrugës së atyre që Allahu i ka begatuar është më i rëndë se i të humbur dhe ignorant. Pasi ata kundërshtuan me dije, dhe ai që kundërshton me dije është më mendje madh dhe më kryeneç, dhe meriton dënim më të rëndë se sa ai që kundërshton me padije. Megjithatë të dyja, këto grupe janë të humbura, madje të dyja janë në humbje, sepse nuk janë në udhëzimin e Allahut. Nga dobitë e këtij ajeti është se as-sirat ndahet në dy lloje. Rrugë e drejtë dhe rrugë e shtrenjtë. Çdo gjë që përputhet me të vërtetën është rrugë e drejtë. Siç ka thënë i lartësuari, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dhe se kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqeni atë. Ndërsa çdo gjë që kundërshton të vërtetën është rrugë e shtrenjtë. Pra konsiderohet rrugë e shtrenjtë. Fjala Allahut e lartësuar ghayril maghdubi alehim janë hebrejt, si dhe çdo njeri që e ka njohur të vërtetën por nuk ka vepruar sipas saj, waladdallin janë të krishterët para dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si dhe çdo njeri që vepron në kundërshtim me të vërtetën duke mos e njohur atë. Përfundoi fjala e tij. Unë kam përmbledhur dhe disa pika të tjera, siç është përmbledhje e kuptimit të Fatihas, dobitë shëruese të Fatihas dhe disa mesele mbi leximin e Fatihas në namaz, por neve nuk na premton koha.
Kështu që ne mjaftoni me kaq. E lutem Allahun e mëdhëruar që të jetë e dobishme edhe për mua edhe për ju. Dhe lutem Allahun të na falë për gabimet apo për ndonjë magësi në të. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وإنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.